të drejtën njeriu të konvertohet, si përqendje muslimane të bëhet katolik. Pra mi më koni familje katolike, kom hongër dorë, kom pi pashket. Më shku kom najt, kom hongër, kom pi. S'po du me përmena, ka pasoja për shqiptarve, tani se të shqiptar patriota për sëllmun, pëse për jaronë në Osmanit. Mu më thëllë ka jaronë i filonit katolik, bilim në njerë policia në Gjakov, në rast, edhe po të më dënu se isha pak shpet një polic, për thëtë këtë të api një kësho. Tha kjo hoxha i filan katolik, ta ti me emen atë katolikin. Ta shë qysha dhe hoxha dhe filanit, ta vëllaj tha jaran dhe di që jetë, në mosh problemi. Është e vërtet që po ngritën ekstremizma, edhe kjo lëvizja deçan, edhe këto grupet shqiptaria, kisha objekti Lapushnikit, se si thamë kishën, ajo është objekti fesatit. është kish. Jo, është objekti fesatit, për mu s'kur s'ka me ko kisha ja. Ajo është me fesat të nish, fesat po ban, përqarje po ban, shkatrimin në mos shqiptarve në mes vllaznive në mes veti. Po çka po me edhe plus ta kanë mush me shqiponia, shqiptarizëm, pa më shesin ato. Po se kanë Mulla Osman, se kanë ndaluar. Kushtrim, feja, as islami, as krishterizmi nuk kanë kur gjë me shqiptarizëm. Shqiptar na ka fal Zoti. Si unë si musliman, si katolik, dhe të mujna me ko shqiptar të mirë. Po mujna me ko shqiptar të këqi. Po, si që ka shqiptar të këqi të mirë në gjitha palë. Edhe laik, edhe komunista, ka dhe komunist që ka qenë njëri që ja kemi po hajrin. Komunist, unë jam komunist. Unë e respektoj për, a tha, komandanti i kom punu që 50 vjetë në polici. Unë jam tash 40 vjetë imam, 42 vjetë imam. Unë e di, kam posa edhe për para kanë qenë policia. Po çfarë respekti, kanë ditë njerëz, disa e në këtë shantazhu në këtë kanë menu që kanë harru krejt që janë shqiptarë. Kanë menu që du të menu për në vërtjet. Edhe sot, e uraj që ky polici që urau, Muhamet Lika, tash po shprejna pak, nashta nuk më kuptoj njerëzit. Inshallah u vëra për punën e vetë. Më është knatësi për familjen, për policin, për Kosovën, nëse një polic vritet pse ka punu drejt edhe morë edhe mirë. E nuk u vëra për diçka tjetër. Kjo është knatësi, se hoxha kur vritet për botkuptimin e vetë, kur rejete, unë mund ka të filmu, po kur se kum një vetën të rëpnun. Sa se kum u s'kan, as moralisht, as se kum mërpare, as se kum... Kur që të mosh problemi kum pas botkuptimet e mija kundër vehabizmit. Edhe i kam deri des. Se une jam i bindur që vehabizmi është kancer e islamit. Dhe kry ke punë. Këtë punë së në mbind në ryshe kërkosh, se me qatë lexim që kom, me qatë të që kam, vehabizmin e konsideroj kancer të fesë islamit. Po nështë kjo mund të keq kuptohet, inshallah është vra për punën e vetë se a i zotëria nuk është vra në luft ka marrë pjesë edhe bashkë me Bedriun e ka... Nëse kjo vra të mbrojt interesin e Kosovës, e të familjeve shqiptare, edhe fesë islame, kjo është knatësi për familjen. I bje që tjetë një heroj i Kosovës. Sa Adem Jashari u shku me këtë familjen. Nuk u kalaj 20 antar familjes. Sot Bacerife edhe familja të jenin vetën krenar. Edhe familja e Muhamet Likës. Nëse ky po vra të mbrojt interesat e Kosovës, policisë dhe të popullit Kosovës, ata do të me ko shumë grenar. E po e tham në tjetën inshallah jo, po e lusë Zotin që jo, se unë mazis kam informata. Asa nese, po një policë edhe një shushtari ju që kësë më të vra, ka gjaran, unë po tham jam mërzit edhe kom një vetën shumë. Ka një ideal shumë i mirë. Ka një ideal shumë i mirë. Thashë në një ideal që me kanë këmë folë në Kaçanek, më kanë folë fjallë shumë mira. Edhe punëtor, edhe i respektu shumë me të gjitha. Mulla Osman, më lejo shumë të falenderoj për pjesëmarrjen në këtë debat. Çdo është kënaqësi ty kam. Unë të falenderoj dhe që spithirat atë deçanet. Tani ne që organizojmë debatet duhet i kemi të gjithë palët. Nuk është që ti s'pas ke marrë pjesë në debat. Unë kom marrë pjesë, po kom marrë pjesë. Po, unë nuk jam për ata që ofendojnë në debat, por tani ofendimi po prodhon ekstremizëm. Për fat keq është standardizuar një gjuhë e tillë për debate që për mua është e papranueshme. Pe merr një mikrofon po del çështë Prishtinës, për shembull pjesket të fynë musliman, ne kom pas emrin po e përmendni. A jete tash në bosh shqiptare, zuma arabiste. Kush jeti në fal komuniste i keq apo? Po nëse tash edhe ajo kur flas për drejtat e njeriut, është liria e shprehjes. Liria e shprehjes i bie me drejtat e njeriut. Jo, s'është drejtë e njeriut fyria. Jo, në kuptimin e... Me fy islamin? Jo me fy islamin, nuk e pata për me fy. Jo, ata mediat kur bja afro mikrofona i po fyn. Ti s'do të me cita ato në media. Me fy është diçka tjetër. Po me u konvertu e me ndru emrin e... Unë të rrëthmi i kam të lirjan në primet e tyne. Absolutisht po. Shimponoj kur gjonë, nëse do me besu, beson, se do me besu për e dritë. Bile shpesher për e gore. Maj pa fejnë atë shpi jam une. Në familje të apketi kam ma fetar sa une. Pse e tha këto? Edhe grunë edhe të mine këtë më.
Nuk i kombe imponuar.